Ministre, prej fjalisë së parë, rënë në kundërshtim me vetën. Ju e keni a e keni dëgjuar ndonjë qytetar në Republikë të Kosovës të thonë që është ul çmimi i barnave. Jo, nuk është ul, ministër. Veç janë bo do milionera aty në Ministritë të Shëndetësisë, ndoshta bashkë me ulje të akcizës edhe të VSH-s e ki synimin një ulje dhe numrin e deputetëve të LDK-s. Kurse sa i përket milionerëve, deputetja Bajrami ka përmendur disa herë pa asnjë arsye, apo ndoshta ka edhe ndonjë arsye. Ministre, prej fjalisë së parë, rënë në kundërshtim me vetën. Ju e keni caktu marzhën e ndërume, e ke caktu 2 cent për shitje me pakic dhe 12 cent për shitje me shumic. Si ke mundësi me dalë në foltore edhe me thonë që nuk muj me e kontrolu nëse e heqit të vëshen ose uli akcizën. Ju i caktoni marzhat. Qysh ka mundësi se në qofë se në litër të naftës sot e pranon masën që me hek 20 cent akcizë, ose 16 cent, qysh e kemi propozu, dhe me ullë të vëshen, prej 18% në 8% të nuk ki mundësi, po kjo përshkaj ka në fitim të tregtarve dhe të importuzve. A jetu e caktu marzhën. Në momentin kur dikush vjen dhe thot kjo është çmimi i furnizimit, ti kimi allogarit akcizën, kimi allogarit të vëshen, e ki marzhën me shumic, me pakic, 2 cent, 12 cent, qysh ka mundësi mandej me u keq përdor kjo prej tregtarve. Ajo që jetu thonë, jetu e konfirmu që faktikisht asot nuk jetu caktu marzha. Dhe manipulimi po vazhdon, edhe jetu e konfirmu që qatë ligjën që e ke aprovu sot nuk ka me të funksionu. A e din pse? Sepse s'ki mekanizm. Nuk jetu mujt veç një produkt me kontrolu, e qysh ki me mujt me i kontrolu tjertë. Gjykata kushtetuese ka thonë që shteti ka të drejtë të ndërhyrjes, po jo qeveria. Ju në ligj keni thonë që kryeministri ka me i caktu çmimet edhe ministri. A e dini çka po ndodh në një sektor tjetër ku Arben Vitia e ka caktu çmimet? A e keni dëgjuar ndonjë qytetar në Republikë të Kosovës të thonë që është ul çmimi i barnave? Jo, nuk është ul, ministër. Veç janë bo do milionera aty në Ministritë të Shëndetësisë, të duhet me gjetë lidhjen me art që tim ja u bo aty në çmimin çfarë kanë qef. Që to e ka kundërshtuar gjykata kushtetuese. Zënja Bajrami, përvoja e legjislaturës të kalumet ka tregu si duke ngrit zonin e ul argumenti nuk fiton politikisht. 5 deputet më pak i keni prej zgjedhjeve 28 dhjetorit. Jo, unë po flas për qasjen, nëse dikush don me argumentu me atë qasje konfrontuese, ka tregu që nuk rezulton politikisht pozitivisht. Me ngrit zonin, me ul argumentin, me shtu ofendimin, edhe nuk e di se ku është rezultati final. A ndoshta ki synimin të tjetër, bashkë me ulje të akcizës edhe të VSH-s e ki synimin një ulje dhe numrin e deputetëve të LDK-s. Ato që e tha deputetja Bajrami janë komplet të pavërteta. E para, shumica e barnave me këtë çmim, me këtë ligj, kanë pësu ulje në çmim. E dyta, ky është një ligj që asnjë nga qeverit tjera nuk ka pas guximin për me bo, dhe vetëm kjo qeveri ka pas guximin për me bo. Këtu i falenderoj dhe deputetet opozitës që spaku na kanë qëndru mbrapa që kanë votuar për këtë çështje, kurse sa i përket milionerve, deputetja Bajrami ka përmendur disa herë pa asnjë arsye, apo ndoshta ka edhe ndonjë arsye, sepse shumica e këtyre milionerve, e këtyre kompanive, janë bërë në kohën e LDK-s, edhe janë për krahas të LDK-s, zonja Bajrami, kështu që është shumë e rëndësishme si po i njeh kaq mirë direkte apo indirekte, dhe besoj që është dashur me dhënë edhe një sqarim kur flet për këta milioner, sepse asnjë nga këta milioner si shtrua ti, kompani farmaceutike, shiheni kur janë krijuar këto kompani. Shihe. Do me thonë, ju kisha lutë për korektësi se paku në atë që ju propagandoni sa korekte jemi, sepse me këto tregoni që absolutisht nuk ka tro korektësie në deklarimet e juja zona Bajrami, dhe sinqerisht me vjen keq.